Të dashur shikues, sot do të flas për një zakon të grave i cili trashëgohet brez pas brezi e që konsideroj se është domosdoshmëri për me u ndryshu. E kom fjalën për marrjen e papuqeve me vete kur gratë shkojnë me pa dikun kur vdes dikush. Dikujt edhe mundet m'ju do ka absurditet kjo për cilën po flas, po më besoni që kom shumë të drejtë edhe askush nuk mundet me mohu. Zakonisht kur vdes dikush në shoqërinë tonë, shumë njerëz vinë më na pa. Grumbuj të shumë të njerëzve rreshtohen përpara dyrve të njeriut që ka vdek. Po në rrethana të tilla, burrave ju duhet kohë për me e kry ngushëllimin, aq kohë sa grave ju nevojitet veç për me i nxjerr papuqet prej çantave. E nxjerrja e papuqeve krijon rrëmuj. Dikush përkulet, dikush shtyhet, dikush me nximrrin me i nxjerr nga çanta. Edhe krejt kjo bën që me u kriju një rresht i gjatë i musafirëve që presin për me hyrë brenda. E njëjtë ndodh edhe kur e përfundojnë ngushëllimin, kur dojnë me dalë prej shtëpisë. Matho, datho, e gjithë kjo procedurë dikush me nximrrin prap me i fut papuqet në çantë, të mushët menja që kanë shku ose kemi shku në ndonjë sfilat mode e jo me ngushëllu dikën që i ka vdek dikush. E nëse ndonjëna për juve më thot që po ftoft dimrit qysh me shku pa papuqe, besonëm që për 5 minuta kur gjë bres na gjen. Të dashura gra, hajdeni bashkarisht të vendosim që kur shkojmë me pa dikon të mos marrim papuqe me vete. Besa nuk na duhet as çanta. Kështu e kursejm kohën tonë, kohën e të tjerëve, rrëmujen që po krijohet. Përveç papuqeve edhe një zakon tjetër që ka fillu kohëve të fundit, në disa vende është edhe përgatitja e kafeve për musafirët që vinë me pa. Nëse dikush udhton nga larg dhe ka ardhur me të vizitu, është krejt normale me ja bëni kafe. Po kafja në të pame nuk duhet me qenë zakon edhe mos me kalu ose mos me shku asnjë musafir po ju servu kafja. Të gjitha këto procedura të dashura gra marrin kohë. E në të pame njeri shkon me vizitu 5 minuta edhe duhet me alshu radhën dikuj tjetër sepse koha është e limitume. Prandaj të vedisohemi si shoqëri, të vedisohemi si gra, që kur shkojmë me pa dikun të mos e bëjmë dertin as qysh po dukemi e as dertin e papuqeve e të çantës, por të flasim do fjalë të mira me çka ju lehtësojmë dhimbjen edhe nuk e kemi dertin se çka nasi individ po bojna.